Vjojnë goditjet kundër krimeve ndaj pronës, zbardhen dhe strukturat e komisariateve Sarandë dhe Vlorë disa raste të vjedhjeve. Kapet e ndalohet në Sarandë 36 vjeçari i shpallur në kërkim për vjedhje me anë të mashtrimit në një karburant, si dhe autori i vjedhjeve në 2 subjekte tregtare. Strukturat hetimore të Komisariatit të Policisë Sarandë, pas një pune intensive dhe analizimit të provave të siguruara, bën të mundur lokalizimi dhe kapjen e shtetasit me iniciale AZ, 36 vjeç, banues në Ksamil, i dyshuar si autori i disa vjedhjeve në Sarandë dhe i shpallur në kërkim për një rast të vjedhjes me anë të mashtrimit në një karburant. Konkretisht, ky shtetas dyshohet se, më datë 28 shkurt 2025, dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në 2 subjekte tregtare në Ksamil. Gjithashtu ishte shpallur në kërkim për veprën penale vjedhja me anë të mashtrimit, pasi më 22 shkurt 2025, në një karburant në fshatin Çlirim, bashkia Finish, është paraqitur me një automjet të marrë me qira, të cilit i kishte mbuluar targën, e ka furnizuar me naftë dhe është larguar pa kryer pagesën. Në Vlorë identifikohet dhe shpallet në kërkim 37 vjeçari për një rast vjedhje dhe një tentativë vjedhje në 2 subjekte tregtare, ndërkohë struktura hetimore të Komisariatit të Policisë Vlorë, pas veprimeve hetimore, dokumentuan një rast të vjedhjes dhe një rast të tentativës për vjedhje në 2 subjekte tregtare në qytetin e Vlorës. Si rezultat, u shpall në kërkim shtetasi me iniciale DB, 37 vjeç, banues në Vlorë, i dyshuar si autori i këtyre rasteve. Konkretisht, më 25 shkurt 2025, dyshohet se ka tentuar të hyjë me forcë për të vjedhur një subjekt tregtar në lagjen Pavarësia 3. Më 27 shkurt 2025, dyshohet se ka vjedhur disa materiale elektrike në një subjekt tregtar në lagjen Pavarësia 2. Vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tij. Materialet procedurale për të dyja rastet ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme.